Siguria e qytetarëve po vihet në pikpyetje nga pusetat e dëmtuara dhe zgjidhjet e improvisuara në disa zona të qytetit. Pranë objektit të kujdesit paliativ dhe QMF Erniku, një posetë e hapur është mbuluar vetëm me një palet druri, duke paraqitur rrezik potencial për pacientët dhe të gjithë qytetarët që kalojnë në këtë pjesë. Një tjetër rast është evidentuar pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ku një posetë e dëmtuar është mbuluar me një gomë si masë e përkohshme për të shmangur rrezikun. Ndërkohë, një situatë e ngjashme është evidentuar edhe në lagjen Koloni. Një posetë e dëmtuar është improvizuar me një karrike të vendosur sipër saj, zgjidhje që nuk garanton siguri dhe mund të paraqesë rrezik për këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve. Deri në një zgjidhje përfundimtare, këto improvizime vazhdojnë të jenë vetëm masa të përkohshme, ndërsa posetat e dëmtuara mbeten një rrezik i hapur në hapësirat publike.